Live from Tirana. Live from Tirana. Në sportit që jemi mësuar të shikojmë, cili ka qenë Chelsea, se unë këtë pyetje isha gjithmonë kurioze të ta bëja nëse do të kisha një herë në intervistë. Ti ke qenë shumë konsistente në emisionet e tua sportive, ke qenë gjithmonë aty dhe je një ndër ato moderatorë që njerëzit e besojnë kur thot diçka dhe i lën një emision në dorë. Po themi, cili ka qenë ajo që mendon që ka dalluar nga pjesët e tjera? Shumë faleminderit në fakt për ftesën një goca se nuk më lap po do të përgjigjem patjetër. Shumë faleminderit, do flisni patjetër se jemi për bashkëbisedim ne këtu, po shumë faleminderit për ftesën, vërtet shumë kënaqësi. E di që gjithmonë në çdo intervistë që shkoj them që më vjen keq që nuk erdha që momentin e parë për shkak të impenjimeve e gjërave që ju i kuptoni. Për atë që ju më thatë, unë nuk e di, kjo çështja e besueshmërisë, e di ma kanë thënë tani, shumë faleminderit. Megjithatë ndoshta kjo ka të bëjë me eksperiencën dhe me kalimin e viteve. Sa vite të bën në gazetari? 15 vite. Kam filluar në shtator të 2005-s në Opinion, më pas kam kaluar gazetare në televizionin Klan për kulturën, më pas kam kaluar në Gazetën Standard, më pas kam qenë 3 vite në Alsat dhe tani kam vitin e 11 në digital. Tani kam dhe një eksperiencë shumë të lezetshme kur kam qenë fakultet gazetari, por që nuk e quaj shumë si eksperiencë, ka qenë shumë e shkurtër, kam dhënë lajmet e Telearbëria, kush e mban mend. Në mëngjes të gjithës. Po, duke qenë se isha studente, ishte në fillim, nuk zgjati, më pas u tyrova që unë të largohesha jashtë për shkak të impenjimeve të tjera. Edhe nuk është se vazhdoj. Kjo pjesa e besueshmërisë në fakt unë besoj që ka të bëjë me atë që ti je e qëndrueshme në atë që bën. Vazhdon bën njëtin emision, punon për të. Je gjithkohës aty edhe pastaj ajo se çfarë percepton publiku është relative, sepse ju mund thoni që është besueshme, të tjerë thonë që është është normale, kështu është gjithnjë e marrin të mirë qen. Fare çfarë publiku dëshiron. Mua m'pëlqen kjo te besueshmëria në fakt sepse një nga elementet e gazetarisë përveç vërtetësisë absolutisht që është edhe besueshmëria, është shumë e rëndësishme. Kështu që për këtë ndjem. Ti ke provuar shumë fusha të ndryshme siç ti dhe i përmende, por një ndër degëzimet e tua dhe ku ti ke gjetë qëndrueshmëri është sporti apo jo? Po. Unë thash në fillim kam qenë me kulturën, jam marrë dhe pak me sociale tek Gazeta Standard, edhe tani në sport. Sporti ka qenë krejtësisht i rastësishëm, mos bëjmë kështu sikur wow. Domethënë ishte krejtësisht gjë shumë e rastësishme vajtja në digital, para se unë shkoja në digital do të vija në Top Channel me çunat me Ledionin dhe me Eno në Wake Up, sepse në atë kohë largoi Elona për të shkuar në digital, më pas më bëdhe mua një ofertë. Po, si gazetare terreni. Gazetare terreni, se kanë kaluar edhe shumë vite tani, 10 vjet dhe s'dua të gaboj, po si gazetare terreni, mbaj mend. Më pas kalova në digital, sporti, unë fakt ajo që mu prezantua ishte interesante për të bërë një emision sportiv, për të dhënë lajmet. Skepticizëm kam pasur, dyshime po, por pranova sepse thash kam shumë dëshirë të jem live dhe ideja ishte a e bëj dot unë të qenit live? Pse jo? Është sport, po ta provoj një herë. A ishte në sportit aso kohë? Tani informacione kisha, po nuk është se mund të them në dieni të sportit se besoj sot vajzat, duke qenë dhe shumë emisione sportive, sporti është më i pranishëm, prezantuesit janë më të shumta, kanë më tepër informacion dhe kanë dëshirë të hyjnë dhe të shohin. Ndërkohë që në atë kohë kanë qenë të pakta. Unë informacione kisha, unë shkoja nëpër stadiume, për qef, ndonjëherë nëpër ndeshje, por të përgjithshme. Domethënë të përgjithshme dhe jo informacione të detajuar. Jo. Për futbollin më parë. E kisha ndjekur, absolutisht e kisha ndjekur. Jo, nuk kisha kështu. Kjo është e rëndësishme. Patjetër, edhe kombëtarëve dhe skuadrave vendas, siç tani s'dua ti përmend se më prekin, lëri tani këto. Sporti kaloi një fazë vërtet të vështirë, që u prek nga pandemia. Po, bojkotimi i futbollit. Edhe vazhdojnë tjenë, vetëm me njerëz të përcaktuar, kështu që ishte momenti vështirë, rëndësi ka që rinisi, edhe më vjen shumë mirë që rinisi, sepse në çdo transmetim televiziv që ne dilnim, unë çdo javë thoja po, unë besoj që do të rinisi tani dhe me atë bindje do të rinisi se s'ka më kuptim. Po shty dhe më në fund filloi. Edhe ti je rikthyer fuqishëm. Unë jam rikthyer, po. Jam rikthyer siç isha, fuqishëm. Jam rikthyer me dietën. Çdo rikthim? Po, çdo rikthim absolutisht i fuqishëm. Edhe më tepër rikthimi sepse un pas lindjes vajzës për 6 muaj u ktheva në televizion, bëra fundin e kampionatit dhe më pas rikthimi SEAS, po. Edhe tani mbushi 1 vjet, nuk ka shumë. Po, mbushi 1 vjet. Më trego pak për ditëlindjen e saj, si e përjetuat. Ishte një gjë shumë e bukur, po gjithnjë më entuziaste dhe më emocionuese është pjesa para përgatitore, që te pjesa që çaj do organizor, si do e bësh, pandemia, veshja, përgatita vajta ti merja një fustan, ti aqepja ta që ndisja me idenë që ta kishte kur të rritej, pastaj torta, jo po duhet ta
bëja se nga dëshira e madhe tenton që ti bësh, i bëjmë diçka të vogël në fillim, pastaj po prit dalje e bukur, do bëhet torta me katë. Po jo, ja bëra me siren dhe ja bëra me det, sepse emri Sea, po edhe me gjithë. Po një gjithmonë një festë shumë e rëndësishme. E festuam me njerëzit e familjes, festë ngushtë ishte, 10 veta ishim gjithsej, domethënë prindrit edhe Ishte më motra. shumë për ju kam përshtypjen se Sea vetë s'ka për të mbajt mend. Kjo ishte për ne vërtet dhe Sea do mbaj mend vetëm nëpërmjet fotografëve, domethënë erdhi fotografi dhe nëpërmjet videove që ne kemi regjistruar. Edhe ç'është vërteta, unë nuk e doja një festë të madhe, edhe po mos ishte pandemia, pse do të thoni ju. Kam qenë për ditëlindjet e mikeshave dhe miqve të mi, që kanë pasur vajza apo djem 1 vjeç. Kanë bërë ato festat e bukura të jashtëzakonshme. Dhe fëmijët kanë qarë. Befa zgjeni një Winnie Pooh aty dhe qanin se kishin frikë. Dhe nga kjo tash kur unë kem një fëmijë nuk do ta bëj dhe gjithë më thonin që do t'ja bësh. Fakt nuk ja bëra sepse kam parë që fëmijët kanë qarë. Dhe pa elemente të pa vetëm pak të kukullat. Jo, ajo është gjë shumë e bukur në fakt, më duket realisht sikur argëtohen triturit, se ne rrimi shohim zgjuar sa bukur. Ëndra tona Winnie Pooh-ja erdhi këto princeshat, nuk e di. Kështu që festë normale, por që u kënaqëm. Sot flasim për jetën në fshat apo jetën në qytet. Kjo ka qenë tema e Live from Tirana. Ti qëndron në mes të Tiranës. Kështu që ti përfaqëson qytetin, Vilma. Ta kemi dhënë tani shiritin do të ta japim pak më vonë kuror. Jam mësuar me shirita dhe me kurora. Lutem. Nëse nuk e sa. Jo rastësisht. Bëj shaka. Tani jam në mes Tiranës sepse un jam, domethënë shtëpia e prindërve është në rrugë Bardhyl. Për të lindur kam lindur te Xhamliku, më pas në rrugë Bardhyl prindit dhe më tej sot jam në Myslimshyr, jetë në Myslimshyr te Bashorti. Nuk e ke përjetuar asnjëherë të shkuarën te gjyshja në fshat? Jo, sepse edhe gjyshet i kam pasur këtu. I kam pasur në Tiranë. Po ju dëgjoja në fakt pak më parë radio, më pëlqen jeta e fshatit. E di çfarë ndodh që t'ja shpjegoj mirë kjo jeta e fshatit. Ne aqëllon që të shkojmë në vende të ndryshme për pushime, ku di unë, edhe kur shkojmë në këto rezortet për shembull, duke qenë se ka edhe një element tjetër. Unë jam rritur gjithmonë vërtet qytet, po me shtëpinë gjithnjë një rrugë. Unë kam shtëpi në rrugë, aty ku kalojnë autobusët, makinat, çdo gjë që ndodh. Pra pallati im është në rrugë. Dhe kur shkoj në rezorte për pushime, ajo qetësia e mëngjesit, ato zojë që po dëgjoja, ato më fillon më kap një stres, jo. Stres. Më kap ankthim, duket një film horror. Domethënë mos vrasë njëri. Jo, Vilma, kështu që do të shumë mirë. Është ajo qetësia dhe pastaj thua, çfarë po ndodh? Pse është kaq qetë? Sepse ti je përshtatur në këtë lloj forme dhe ky ndryshimi pastaj të sjell këtë stresin. Absolutisht. Megjithatë, besoj që njeriu kudo që të shkojë do të përshtatet, edhe këto janë momentet e para, po nëse do më kishte qelluar në fshat, po pse jo, më do vazhdoja dhe besoj ato përpjekje që të gjithëve vinë nga fshati drejt qytetit pastaj për të nga qyteti për shembull. Përveç zhurmës. Unë e dua shumë qytetin në fakt, edhe ja shijoj të gjitha, por ai sa e do një gjë, ai që të bezdis një gjë. Mua më bezdis pafund trafiku. Mua më bezdis mos respektimi. Po, jo vetëm parking, po kur them trafiku, ajo që urrejt e shoferët të dashur, hapni sinjalet, e urrej pafund. Sinjalet. Shofer që po na dëgjoni. Sinjalet, lutem, janë shumë të rëndësishme. Kjo pjesa të bërit të shkathët, që se nga do shkoj, se nuk të tregoj ty nga do shkoj. Dhe më vinë mendja ato aksidentet e tmerrshme. Vetëm atë e kam të merrin më të madh. Lutem vetëm sinjalet. Pastaj kush është më i shkath le të tregoj, po sinjalet. Më bezdis shumë, më bezdisin nga qyteti, më bezdisin njerëzit që tani në çdo ambient që vinë, në një lagje të re, nuk përpiqen të përshtaten, por përpiqen të sillen siç janë sill ku kanë qenë dikur. Jo, jeta në komunitet ka rregulla. Pra ti je mësuar që në një vend tjetër sillesh, kështu tani do përshtatesh. Zhurmat, orar pa orar, domethënë, ideja që unë nuk e respektoj tjetrin dhe unë bëj çfarë të dua më shkatron. Domethënë, nuk mund të bësh çfarë duash. Po për zgjedhja e ushqimit, meqense në fshat kemi ushqimin bio, ndërsa në qytet ndonjëherë përballemi dhe me ato hormonet e tepruara nëpër fruta, perime. Dhe ti ke një vajzë të vogël, dhe patjetër që duhet përkujdesesh edhe për ushqimin e saj. Po, për vajzën kjo është shumë e rëndësishme, ke drejt, po unë them përkujdesi fillon nga vetja. Sigurisht që edhe nga vetja përpiqemi shumë herë për të qenë të kujdesshëm te pjesa e ushqimeve, jo pa qëllim në momentet që ne shkojmë te ato dreka, gjithë preferojmë nëpër fshatra sepse janë gjërat bio, janë të vërteta sepse në qytet kemi atë dyshimin çfarë ndodh, por për vajzën edhe për vete kam zgjidhur te dyqanet që sjellin gjëra bio. Tani nuk mund të them që pretendojnë, po përpiqem dhe dëshiroj shumë që ta besoj që realisht janë ashtu.
sepse unë nuk mund ta bëj dot diferencën, është aq e freskët e fshatit apo ndoshta ka pak hormone apo ndoshta ajo është në pjesë shijes, se ne kemi fatin e mirë që Brezioni ka shijuar edhe gjërat e mira vërtet, që kur themi domatja kastravece, sa e mirë, vi ka erë si dikur, wow, dhe ti bën një wow, thua ai, po ajo shqip, wow. Kështu si shumë personazhe të njohur tani më kanë zgjedhur që të jetojnë në periferi të Tiranës, përveç në Sauk, tek disa zona ekskluzive që ne i dim. Ti ke bërë plan që të bësh një zhvendosje të tillë, ndoshta një shtëpi që të jetë larg kësaj zhurma, apo prap i qëndron asaj që i qëndron mes lëmshyrit. Jo, sepse unë dua ta di çdo gjë ndodh, ka mall të mos shpëton ndonjë gjë kur i jam te. Në qendër të Tiranës, dua që të di gjithë informacionet. Duke qenë njëri që dua të di çdo gjë. Edhe ajo qetësia ashtu, domethënë nuk duket sikur je jashtë se bote. di, ndoshta do vi një moshë që do e preferoj këtë gjë vërtet të qetësinë, ose nuk e preferoj qetësinë, se unë jam nga ato njerëzit që ul grilat, edhe pse kam doppio xham, dua ta bëj triplo, mbyll derën, se kuptohet sa me adrenalinë jemi aq dhe nervoz jemi, kështu që normal. Po se kam menduar edhe nuk ndoshta tani të ardhmë pse jo, kështu kur i shoh apo edhe kur shkojmë pëlqejnë, ti jemi realist, pëlqejnë shumë to vilat e bukura, to shtëpitë e filmave që janë në Tiranë dhe bëhet shumë shefi për këtë. Janë këto shtëpi luksoze, kështu thua, wow. Po mua nuk e di pse më shkon mendja ai filmi horror gjithmonë. Gjatë karantinës, si e përballove meqense je në apartament? Tani un e kam thënë. Doja të vilën. E kam thënë jo, e kam thënë edhe po. Doja të vilën, e kam thënë dhe nuk i kapi. Di pse kam përjetuar mirë në karantinën, sepse un kam qenë me vajzën. Domethënë kur më kapi karantina ishte në mars dhe seja ishte 3 muajshe, edhe un kisha atë tendencën që do kthehem në punë, edhe ai stritoi kur ra karantina pastaj. Kur ra karantina pastaj u qetësova, shijova Golson, domethënë isha kështu dhe e di si më dukej? Më vjen keq ta them, po i çefi për tjerë të shumë mbyllën shtëpi, se me unë isha shtëpi. Amo i vigna. Isha me ato. Minutat me vërtet fluturuan, por si gjithmonë e shkja thotë edhe. Do të thuaj që s'ka tjetër më shumë. Ana, po ti ndonjë kompliment, se ne të pritëm me komplimente. Shikoj, di çfarë komplimenti do bëj unë sigurisht, jo vetëm live from Tirana, unë e dëgjoj radion, edhe atë them te një gjë tjetër. E di pse pëlqen radio mua? Se unë radion e kam peng. Është nga këto mediumet që nuk kam zhvilluar, pra kam qenë gazetarinë shkruar, kam qenë televizion edhe në radio. Nuk sigurisht prandaj vi me dëshirë. Top Albania pa diskutim. Por jo, edhe nga ideja që pastaj kur shkon televizion ti dhe të mbetet kështu thua, ta kisha provuar edhe këtë radio, në të zhvillosh zhanrin dhe pastaj të kuptosh ku. Po çfarë më thënë do të bëj në radio për shembull? Jo më jo tani mos hym tani me këto sinqerisht goca jeni shumë mirë, janë gjithë shumë mirë dhe prit doja dilja përveç kësaj që thashun dilja te ajo që doja të thoja. Po gjitha janë këtu Top Albania gjithmonë mbetet radio kryesore më e mira. Unë i mbaj mend që nga Radiomania të gjithë që jemi rritur gjithë me këto. Dhe tani më vjen mirë që në çdo moment në makinë nuk dëgjoj më muzikën e mrekullueshme të djemve që kanë muzikë nga të gjitha zhanret, por dëgjoj zëra djemsh, vajza, të reja, them, kush është ky? Ku ti ngjan? Ua çfarë zëri paska? Ua sa emision interesant. Personazhi. Dhe më pëlqen shumë që jo vetëm live from Tirana, jo po, sigurisht, por edhe emisionet e kolegëve që më vjen mirë që radio, sidomos ne që e mbajmë gjithmonë te Njishi, se unë Top Albania Top Channel dhe ne kam te Njishi gjithmonë. Edhe e çoj më një herë dhe them, "Oh, prit të dëgjoj." Top Albania ka qenë gjithmonë on top dhe sigurisht me këtë rikthim të fuqishëm dhe prurje të reja që jemi ne të rinjt, ka marrë edhe një gjurim më ndryshe. Entuziazmi është i jashtëzakonshëm dhe i shkon shumë radios. Nëse në televizion ti ke edhe mënyra të tjera të shprehuri, pra se njerëzit të shohin edhe një buzëqeshje që shpëton ai e kupton, ndërkohë që entuziazmi është fantastik dhe unë e ndjeva dhe jam gjithë adrenalinë. Ju falenderojmë shumë që isha me ne Vilma, edhe unë shumë që isha me ju. Sa më të mbar. Faleminderit. Edhe shumë suksese dhe jetë të gjatë, të shëndetshme vajzës tënde dhe gjithë njerëzit që do. Faleminderit shumë. Live from Tirana.